Përfaqësues së institucioneve të komuniteteve fetare u mblodhen në një manifestim solemn, kulturor, qytetar dhe integrues, kushtuar 10 vjetorit të vendosjes së shtatores së Nën Terezës Gonxhe Bojaxhiu në Pappenhofen të Gjermanisë. Sot jemi mbledhur për ta ndëruar jetën dhe veprën morale të një figure të ndritur të njerëzimit, e cila me dashurinë, përkushtimin dhe sakrificën e saj u bë simbol i humanizmit në mbar botën. Ajo është një figure paqes, mëshirës dhe shërbimit ndaj njeriut. Dom Shëfen Dota, drejtor i Radio Marisë së Kosovës, në fjalën e tij foli për Nën Terezën, duke theksuar se ky është një vend i shenjët për shqiptarët, një vend ku ruhet tradita dhe ku kemi mundësi që t'u kthehemi rrënjeve tona. Kam kënaqësinë, më lejoni që së pari t'ju përshëndes në emrin tim personal. Në fakt, unë jam drejtori i Radio Marisë Kosovës, po megjithatë më luti Don Alberti që t'i them edhe ta përfaqësoj edhe atë për shkak të obligimeve dhe pamundësisë për me marrë pjesë. Kam kënaqësinë që vërtet t'ju drejtoj me pak fjalë disa qëndrime edhe të Kishës Katolike, të Misionit Katolik Shqiptar këtu në Gjermani, gjëzën e Stuttgart. Jemi mbledhur në këtë vend që përveç se është vend fetar, besoj që edhe për ne shqiptarët është vend ku ruhet edhe tradita, ku kemi mundësinë më ju kthy edhe rrajve tona, po edhe identitetit ton, edhe fetar, por edhe kulturor. Falenderoj edhe veprimtarët dashur të shoqatës kulturore Sali Çekaj. Ne e dim që historia e popullit ton nuk është vetëm historia atyre që kanë jetuar në trojet shqiptare, por edhe atyre që e kanë ruajtur identitetin shqiptar larg atdheut. Në këtë kuptim, mërgata shqiptare nuk është thjesht një pjesë e kombit ton, po është shtylla e kombit ton. Në kohat vështira, ne e dim, diaspora ka qenë zëri ynë, mbështetja jonë dhe shpeshherë shpresa jonë. Më vjen mirë që shoqata Sali Çekaj është një dëshmi e gjallë e kësaj fryme, duke mbajtur emrin e një heroi të lirisë. Dashuria për atdheun nuk matet vetëm me fjalë, por me shërbim, përkushtim dhe sakrificë. Figura e Nënës Tereze është pikërisht që ajo ka folë më shumë me vepra se sa me fjalë. Nuk ka ndërtu monumente të mëdha prej guri, por ka ndërtu monumente në zemrat e njerëzve. Nuk ka kërku pushtet. Kërkoj me shërby. Ajo e ndjente në zemrën e vet. Nuk pyetje se cilës komsi, cilës rac, apo fej për kisë dhe njeriu, ai e shihte Zotin fytyrën e njerëzve, sidomos sipas asaj fjale të Jezu Krishti që ka thënë atë që ja keni bën njërit më të vegjëlve, ndër ju ma keni bën mua. Pra, Zoti identifikohet me njerëzit. Kjo ishte rrënjosull thellë Nënën Tereze. Po mu me nxjerr edhe një mësim për kësaj, identiteti ynë kombëtar bëhet më i fortë kur bashkohet me dashurinë, me solidaritetin edhe me kujdesin për njëri tjetrin që na ka treguar Nëna Tereze. Prandaj kur e shohim veprimtarinë e kësaj shoqate, mërkimtar tanë të dashur këtu, ndihmën për familjet në nevojë, mbështetjen për kulturën, kujdesin për trashëgiminë kombëtare, rujtjen e kujtesës historike, shohim vlerat që janë harmoni me mesazhin e Nënës Tereze. Dashur miq, ne shqiptarët kemi kalu shumë sprova në histori, por kemi mbjetu sepse kemi ditë me rujt disa thesare të mëdha: familjen, besën, gjuhën, kulturën edhe besimin në Zot. Këto vlera nuk duhet t'i trashëgojmë vetëm si kujtime të kalurës, por si përgjegjësi për të ardhmen. Dhe duke i rikujtu, rijetu, besojmë se atëherë kemi edhe atë sigurinë që shpeshherë na mungon zemra tona, pastaj lëvizim andej këndej. Fëmijët dhe të rinjt tanë që po rritën këtu kanë nevojë njohin jo vetëm historinë e kombit tyre, por edhe vlerat që e kanë bajt gjallë atë komb. Nganjëherë na vjen ajo pyetja që ja kanë bën Nënës Tereze, po çka po mundosh ashtu kështu, s'ka ndonjë ndryshim të madh, ti je vogël. Po ka thonë, po me ty veç jena 2 vjet, aty veç është një ndryshim. A ki fëmijët e shtëpia,
po thot gruan 3 fëmijë, që u bënëm 5-6. E kështu smadhohet, rritet e mira. Pra, porosia ime do t'ishte çdo vepër që e bëjmë, qoftë edhe kjo këtu, sado që dikuj ndoshta i do këtë e vogël, megjithatë kur bëhet me zemër, kur bëhet me dashuri, ajo shumë fishohet. Edhe kjo është gjithashtu porosia e Nanës Tereze. Në fund dëshiroj t'ju uroj nga zemra edhe shoqatës kulturore Sali Çekaj vazhdimsinë misionin e saj fisnik. Lut Zotin me beku këtë komunitet, familjet tuaja, misionin shqiptar në Gjermani katolik dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, e Shënëna Tereze le të vazhdoj me na frymëzue, të jemi jo vetëm krenar për origjinën tonë, por edhe dobishëm për shoqërinë ku jetojmë dhe për njerëzit që Zoti i vendos në rrugën tonë. Faleminderit shumë për vëmendjen. Kryetari i shoqatës Sali Çekaj, zotri Argend Ferizi, tha se sot na ka bërë bashk politika, feja, kultura dhe jeta shoqërore. Të nderuar të pranishëm, me lejoni që tani në emër të shoqatës tonë Sali Çekaj të falenderoj dhe të përshëndes mysafirët tanë të veçantë dhe të nderuar. Priftin katolik shqiptar si përfaqësuesi i Peshkvisë së Kosovës, Don Shtjefen Dodës, imamin e Bashkësisë Islame të Kosovës, zotin Xhevat Kryeziu, konzullën e përgjithshme të Republikës së Shqipërisë, zontin Gentiana Burimi, të cilën e falenderoj për mbështetjen e saj të madhe të vazhdueshme si në këtë manifestim. Vllaun e herojit Sali Çekaj, zotin Smajl Çekaj, zotin Agim Kuri, kameraman veteran i RTS, profesor doktor Eshref Januzaj, kryetari i shoqatës të intelektualëve Dia në Minhen, zotin Deli Balidemaj, becjekësrat në Minhen, drejtor i RTV Fontana Zeqir Mehmetaj, i cili e tregoi gatishmërinë e tij për të përcjellur këtë manifestim për RTV Fontana pa kushte. Kryetar të shoqatave, partive politike dhe përfaqësues të Lapshit Bayern, Martin Camaj, Kosova Rosenheim, ABEA, Fundacioni Besa e shumë tjerë, si dhe veprimtarët dhe personazhet tanë të pandalshëm Baca Emrosh Tafa, Brahim Rexhaj, Sahit Haziraj, Gjafer Leci, Nikol Skeli, Pjetër Coli, Maxhun Smajli, Lon Karica, Vitar Spaçi, Yahya Gashi, Naser Krasniqi, Bashkim Halilaj, Saranda Musleu dhe të gjithë ju që nuk mund të ju përmend të gjithë veç e veç, por me praninë tuaj i jepni madhështi këtij manifestimi. Historia e popullit tonë ka qenë e mbushur me sfida, sakrifica dhe padrejtësi, por kur nuk e kemi humbur identitetin, dinjitetin dhe vullnetin tonë. Nga ky popull dolën figura që i tejkaluan kufit e kombit, një nga këto figura ishte edhe grua e brisht në pamje, por gjigante në shpirt Nën Tereza. Ajo nuk ishte pushtet, pasuri apo ushtri. Forca e saj ishte dashuria, mëshira dhe përkushtimi ndaj njerëzit. Ajo i shërbeu njerëzimit pa dallim feje, kombe apo race dhe tregoi se madhështia e njeriu nuk matet me atë që posedon, por me atë që jep. Sot, 10 vjet pas shëntërimit të saj, ne nuk kujtojmë vetëm emrin e saj, por edhe mesazhin e saj për dashuri, solidaritet, paqe dhe humanizëm. Një mesazh që mbetet paqë i rëndësishëm edhe sot. Shoqata jonë ka nderin që prej më shumë se 30 vitesh të jetë pjesë e jetës e komunitetit shqiptar në Pfaffenhofen. Në këtë përvjetor dëshiroj të shpreh respektin dhe mirënjohjen time më të thellë për gjeneratën e parë dhe prindërit tanë, të cilët erdhën në Gjermani përballë shumë sfidave, ndërtuan një jetë të re dhe njëkohësisht ruajtën gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Ata vendosën një themel të fortë, mbi të cilën ne kemi mundur ta ndërtojmë dhe ta vazhdojmë jetën tonë me pak vështirësi dhe me më shumë mundësi. Falë për kushtimit të tyre, por edhe mirëpritjes dhe respektit që gjetën këtu, sot jemi pjesë e një komuniteti ku shqiptarët dhe gjermanët jetojnë, bashkëpunojnë dhe kontribuojnë së bashku në jetën shoqërore dhe kulturore të Pfaffenhofenit. Të dashur miq, le të kujtojmë Nën Terezën jo vetëm për fjalë, por duke jetuar sipas shembullit saj, duke qenë pranë njëri tjetrit, me të gatshëm për të ndihmuar dhe me të përkushtuar ndaj vlerave njerëzore. Ju falenderoj përzemërsisht për praninë dhe vëmendjen tuaj,
Me fajni që e zgjata pak, për shkak të dy gjuhëve, Zoti e bekoft Nën Terezën, popullin shqiptar dhe gjerman, dhe ju të gjithë. Faleminderit. Leona Shala interpretoi një poezi për Nën Terezën në gjuhën gjermane. Das Leben ist eine Chance, nutze sie. Das Leben ist Schönheit, bewundere sie. Das Leben ist Seligkeit, genieße sie. Das Leben ist ein Traum, mach daraus Wirklichkeit. Das Leben ist eine Herausforderung, stelle dich ihr. Das Leben ist Pflicht, erfülle sie. Das Leben ist ein Spiel, spiele es. Das Leben ist kostbar, geh sorgfältig damit um. Das Leben ist Reichtum, bewahre ihn. Das Leben ist Liebe, erfreue dich an ihr. Das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es. Das Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Das Leben ist Traurigkeit, überwinde sie. Das Leben ist eine Hymne, singe sie. Das Leben ist eine Tragödie, ringe mit ihr. Das Leben ist ein Abenteuer, wage es. Das Leben ist Glück, verdiene es. Das Leben ist das Leben, verteidige es. Në vazhdim në foltore unë gjet imami Gjevat Kryezio, i cili shprehu falënderim për institucionet lokale dhe shtetërore të Gjermanisë, që kanë mbështetur dhe përkrahur këtë aktivitet. Ai theksoi se si besimtar ndjet i lumtur që merr pjesë në një aktivitet kulturor ndërfetar. Të nderuar pranishëm, lejoni që një falem veçantë për institucionet shtetërore dhe lokale të Gjermanisë, e cila na kanë mbështet edhe përkrah në rrugtimin tonë drejt realizimit të pavarësisë, andaj ju kemi bërç edhe mi mirënjohës për jetë mot kontributit dhe vlerave që kanë bërë për Kosovën shteti gjerman. Zoti e bekoft Gjermaninë. Të nderuar pranishëm, të nderuar klerik fetar, i nderuar kryetari i shoqatës Sali Çeka, i zoti Ferizi, të nderuara konsulle e përgjithshme e Republikës Shqipërisë, vëllezër dhe motra, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, shoqatave, partive politike, sot jemi mbledhur në këtë përvjetor të rëndësishëm për të kujtuar dhe nderuar një figurë që i përket jo vetëm kombit shqiptar, por gjithë njerëzimit Nën Terezën. 10 vjet nga vendosja shtatore së saj në Fafenofen nuk janë vetëm një përkujtim simbolik, janë argument se vlerat që përfaqësojnë Nën Tereza vazhdojnë të jetojnë ndër breza. Dashuria për tjetrin, shërbimin ndaj të varfrit, respekti për dinjitetin njerëzor dhe paqja mes popullit dhe feve. Si imam dhe si besimtar, sot ndihemi nderuar që në këtë aktivitet ndërkulturor e ndërfetar të përcjell mesazhin se feja kur kuptohet drejt afron njeriu me njeriu. Ajo nuk ndërton more, por ura mirëkuptimi, respekti dhe solidariteti. Edhe traditat fetare na mësojnë se njeriu më i vlefshëm është ai që usjell dobit e tjerëve. Pikërisht këtë mëshiroi Nën Tereza gjatë gjithë jetës së saj, ajo nuk pyeti për komb, fe apo gjumë kur ndihmonte njerëzit në nevojë. Ajo pa se cilin njeri krijesën e Zotit dhe e trajtoi me dashuri e përulësi. Populli shqiptar ka qenë dhe mbetet shembull i bashkëjetesës fetare, në trojet tona kanë jetuar pranë njëri tjetrit musliman, katolik, ortodoks, duke ndarë jo vetëm historinë, por edhe dhimbjet, sakrificat dhe gëzimet. Kjo është një vlerë që duhet ruajtur e kultivuar, sidomos sot në një kohë kur bota ka nevojë më shumë për dialog dhe mirëkuptim. Prandaj kjo shtatore Nën Terezë nuk është vetëm moment bronzi, ajo është kujtesë morale. Është thirrje që secili për nesh të bëj më shumë për tjetrin, të flas me më shumë mirësi, të ndihmoj me më shumë zemër dhe të jetoj me më shumë dashuri. Falenderoj shoqatën kulturore shqiptare gjermane Sali Çekaj për organizimin e kësaj veprimtarie me vlerë, si dhe të gjithë ata që kontribuojnë për ruajtjen e identitetit kulturor, shpirtëror dhe kombëtar të shqiptarëve në diasporë. Zoti e bekoft paqen mes njerëzve, harmoninë mes feve dhe familjet tona. Zoti ju bekoft.
Herr Ferisi, sehr geehrte Geistlichkeit, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute sehr gerne gekommen in Stellvertretung von unserem ersten Bürgermeister Thomas Herker. Wir bemühen uns natürlich im Stadtrat für alle möglichen Gemeinsamkeiten, auch interkulturell. Wir haben auch die interkulturellen Wochen, wir haben es gerade gehört. Und wir unterstützen diese Projekte sehr gerne, weil wir sehr viele Kulturen bei uns haben in der Stadt. Und wir wollen diese Kulturen fördern. Und jede Kultur hat vielleicht eine andere Religion. Und das Zusammenwirken von Kulturen und Religionen ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen es bestmöglich hinzukriegen. Und ich ermuntere Sie oder fordere Sie sogar auf, dass Sie fleißig mitmachen bei den Integrationsarbeiten. Freuen Sie sich, dass Sie hier sein können. Wir haben schöne Feste hier in Bayern. Die Mutter Teresa steht hinter uns. Sie ist mitten eingebettet zwischen der Kirche, zwischen der Kirchenverwaltung, zwischen dem Stadtplatz und einer alten Brauerei. Also alles typisch bayerische Sachen. Freuen Sie sich zu uns, wenn Sie zu uns kommen. Seien Sie freudig hier willkommen. Ich wünsche noch ein schönes Fest heute und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Geistlichkeit, sehr geehrte Vertreter der Religionsgemeinschaften, Herr Landrat, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen, du hast ein bisschen eine Verletzung, glaube ich, oder? Herr Bürgermeister, Herr Ferisi, sehr geehrte Frau Generalkonsulin, erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf ja die Generalkonsulin zu verschiedensten Gelegenheiten begrüßen und erleben, und ich bin natürlich ganz besonders stolz, dass man heute hier im Pfaffenhofen das sieht, was man sich als Integrationsbeauftragter wünscht, nämlich, dass man das Verbindende sucht und nicht das Trennende, was leider Gottes in unserer Gesellschaft viel zu oft der Fall ist. Liebe Gäste, wir feiern heute nicht einfach den 10. Jahrestag einer Statue, wir stehen an einem Ort, der etwas erzählt, von Herkunft und Ankommen, von Glauben und Verantwortung, von Menschen, die ihre Geschichte nicht ablegen und sich zugleich mit ganzer Kraft hier in Bayern einbringen. Mutter Teresa ist für viele Menschen ein Zeichen der Barmherzigkeit. Für die albanisch geprägte Gemeinschaft hat sie zugleich eine besondere Nähe. Sie steht auch für Herkunft, Erinnerung und Würde. Dass ihre Statue hier im Pfaffenhofen steht, ist deshalb mehr als eine schöne Geste. Sie macht sichtbar, wer seine Wurzeln kennt, kann anderen mit Achtung begegnen. Konsula e Republikës së Shqipërisë, zonja Gentiana Burimi, u shpreh se Nën Tereza ishte udhërrëfyese e jetës dhe veprës së saj, duke shtuar se me punë shumë të vogla ne mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha. Një falënderim veçantë unë kam për të gjitha autoritetet gjermane, sidomos për zotin Straub, me cilin ashtu siç ata I kanë bashkëpunuar shumë ngushtë. Kjo tregon vlerësimin që ata kanë për komunitetin shqiptar, jo vetëm për institucionet tona, por edhe për ju, pra për vetë komunitetin dhe për punën e tyre të rëndësishme. Pra unë e mora fjalën pas imamit, pas përfaqësuesit të Kishës Katolike, dhe ajo që u tha e u nënvizua disa herë është ajo që shqiptarin e karakterizon, bashkëtesa fetare. Kjo udhëhoqi ishte udhërrëfysi edhe I veprës dhe jetës asaj grua së vogël me atë zemrën e madhe, që sot fjalët e saj janë një moto në të çdo aktiviteti, të çdo iniciative, që me punë shumë të vogla mund të bëjmë vepra shumë të mëdha Nën Terezës. Nën Tereza nuk pa prejardhje, nuk pa origjinë, nuk pa fe, por pa vuri zemrën, vuri ndihmë për të ndihmuar ata të pamundurit. I pamunduri gjeti për krajen. Por unë kam dy fjalë, jeta dhe vepra Nën Terezës sigurisht është e vlerësuar. Ne shqiptarët kemi shenjtin ton, kemi Shën Terezën ton. Por unë I kam dy fjalë dhe për komunitetin tonë shqiptar, që ndjekin atë vepër të Nën Terezës, bëjnë me vedije, bëjnë pas një lloj pagese, shpërblimi, pas një lloj interesi, një punë të jashtëzakonshme për të mbajtur gjallë traditën, kulturën, zakonet, e për të ndihmuar njëri tjetrin. E do të falenderoja në mënyrë të veçantë sigurisht ata që udhëheqin shoqatat shqiptare në të gjithë Bavarinë e në të gjithë Gjermaninë,
që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, si në edukimin e brezave të rinj, si në kalimin e traditës, si në ndihmën e njëri tjetrit, në të gjitha format dhe mënyrat. Ne kemi përfaqësuesit tanë në institucione të larta bavareze. Ne kemi mjek, ne kemi inxhinier, ne kemi studentët tanë të mrekullueshëm, e mbi të gjitha kemi ata njerëzit që po kontribojnë, siç është e Shrefi që ndrejton një shoqatën e akademikëve dhe intelektualëve këtu në Bavari, siç është Laura që ka për 25 vitesh që drejton një shoqatë rëndësishme, që na bëri krenar vjeshtën e shkuar duke parakaluar në mes të qytetit me paradën e veshjeve kombëtare. Por unë do të ndalem dhe tek e fundit fjale imja, tek nën Terezat e vogla shqiptare, ato që po bëjnë të pamundurën për të mbajtur gjuhën gjallë, gjuhën shqipe, për lapshin dhe për kontributin e rëndësishëm që në këtë organizat, në këtë shoqat japin Nevila, Anila Xhani, Rexha patjetër, Gjimshiti, Bashkimi, e plot të tjerë, vëllezrit Tafaj, e plot të tjerë të cilët me thonjë po e mbajnë këtë projekt gjallë, e po i mësojnë të rinjve tanë se kush është gjuha jonë, e kush janë traditat tona, sepse kështu jeton një këmbë, jeton ndërmjet gjuhës edhe flamurit e zakoneve. U përmend gjithashtu dhe mungesa e Dr. Mark Paul Likajt, i cili kishte dërguar një telegram për shoqatën Sali Qekaj, duke kërkuar falje për pamundësinë e pjesëmarrjes. Atëherë tani do të do të lexoj në respekt Dr. Mark Paul Likajt një telegram të tij dërguar shoqatës Sali Qekaj. Në pamundësi shëndetësore për qenë prezent, do të lexoj unë fjalën e tij. Të nderuar anëtar të kryesisë, mysafir, motra e vëllezër shqiptar e miq gjerman. Me lejoni të shpreh keqardhjen time të sinqertë që për arsye shëndetësore nuk kam mundësi të jem fizikisht mes jush. E kam konsideruar nder të veçantë ftesën për të marrë pjesë në këtë takim. Në vlerësim të punës sime kërkimore në arkivat e Vatikanit në Itali dhe qendër të tjera dokumentore kushtuar historisë të shqiptarëve. Megjithatë mungoj fizikisht, mendja dhe zemra ime janë sot pranë jush. Nga studimet e mia kam konstatuar se mërgata shqiptare ka qenë ndërshekuj një forcë e rëndësishme në ruajtjen e identitetit kombëtar, nga arbëreshjet e Italisë e deri tek diaspora e sotme në Europë dhe Amerikë. Shqiptarët kanë dhënë kontribute të çmuara për kulturën, arsimin, lirinë e çështjen kombëtare. Veçanërisht gjatë luftës për çlirimin e Kosovës, diaspora dëshmoi përkushtim dhe sakrificë të jashtëzakonshme. Shoqata kulturore Sali Qekaj është një vazhdim idej i kësaj tradite. Për afro 2 dekada, ajo ka punuar me përkushtim për ruajtjen e kulturës tonë, për mbështetjen e familjeve në nevojë, për nderimin e figurave kombëtare dhe për forcimin e lidhjeve të komunitetit shqiptar në Gjermani. Shpreh mirënjohjen time të sinqertë për zotin Oso Ferizi, për zotin Argent Oso Ferizi, kryesin e të gjithë anëtarët e shoqatës për ftesën dhe mbështetjen që më kanë dhënë ndër vite në projektet e mia shkencore. Një falënderim i veçantë i takon edhe qytetit të Pfaffenhofenit dhe Kishës Katolike Vendore për mirëkuptimin dhe respektin e treguar ndaj kombit shqiptar. Ju falenderoj përzemërsisht për mikpritjen, Zoti i bekoft familjet tuaja, komunitetin shqiptar dhe miqt tanë gjerman. Me respekt, Dr. Mark Paul Likaj. Me këtë rast, dëshiroj t'i uroj shërim të shpejt, doktorit, dhe të herën tjetër ta kemi mes nesh. Faleminderit. Në një intervist për Radio Televizionin Fontana, kryetari i qarkut foli për bashkëpunimin e mirë që ka me komunitetin shqiptar. Ja, die kosovo-albanische Kulturgemeinde im Landkreis Pfaffenhofen ist sehr gut integriert. Sie haben Bayern oder Deutschland als zweite Heimat.
angenommen, aber gleichzeitig auch haben sie ihre eigene Kulturidentität, ihr Heimatgefühl beibehalten. Sie pflegen ihre eigene Kultur und sind aber auch in den deutschen Vereinen und der deutschen Gesellschaft integriert. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für Integration von ausländischen Mitbürgern hier in Pfaffenhofen, hier aber auch in ganz Bayern. Kryetari I Qarkut po thotë që është një bashkëpunim shumë I fortë, shumë I mirë me shqiptar që ka ndjek këtu që s'di sa vite, dekada që është kryetari I Qarkut. Është shumë I kënaqur edhe është shembull se si shqiptarët veprojnë këtu në Pfaffenhofen po edhe në krejt Bavari. Është shembull për të gjithë të jashtit që vinë këtu në Gjermani. A I gëzojnë shqiptarët të gjitha të drejtat këtu? Kulturelle, arsimore und die Tiere. Er fragt, ob die Albaner hier im Landkreis Pfaffenhofen auch alle kulturellen, lehrreich, also schulischen Rechte und Freiheiten haben. Ja, die kosovo-albanische Gemeinde hier im Pfaffenhofen hat alle Rechte, hat auch alle Pflichten und ich habe sehr viele Freunde auch in der kosovo-albanischen Gemeinde. Wir feiern gemeinsam die albanischen Feste, wir feiern aber auch gemeinsam die bayerischen Feste und das ist gelebte Integrität. Sehr gut. Po thotë që I kanë lirit me festu festat e tyne, edhe nuk është që I festojnë damas e Gjermanët, po I festojnë bashkë festat e Gjermanëve, gjithashtu edhe Gjermanë bashkangjiten festave shqiptarëve, kështu që është shembull për integrim e për bashkëjetim. Faleminderit shumë, dankeschön. Dankeschön. Komm, Studie. Wollen Sie noch irgendwas hinzufügen? Ja, ist alles, ich glaube, ist alles gesagt. Also wie gesagt, perfekt. Wenn alles so gut funktioniert wird, wird zwischen uns, also zwischen den Deutschen und den Kosovo-Albanern, da war die Welt perfekt und gut und glücklich, weil vielen Dank. Dankeschön. Sie haben alle sind fleißige Menschen. Es haben sich sehr viele selbstständig gemacht und eigene Firmen gegründet in der Zwischenzeit. Ja. Also wenn alles so funktionieren würde, dann wäre die Welt zumindest in dem Bereich perfekt. Ja. Dankeschön. Danke für die motivierenden Worte. Ja. Po thotë që bota me konë qysh është marrëdhënia në mes shqiptarëve dhe gjermanëve, me konë krejt bota që bashkëjeton kështu, ish konë perfekte edhe shembull. Programi u pasurua dhe me një pikë artistike interesante ku të pranishmit u shoqëruan me një kërcim karakteristik. Pas fjalën mori kryetari I shoqatës Trojet e Arbërit, Ndue Oroshi, falënderimin e të cilit e lexoi moderatori. Atëherë do të them fjalën që do të mbante për ne kryetari I shoqatës së intelektualëve shqiptar Trojet e Arbërit, Ndue Oroshi, kryetari I saj. Ai nuk është mes nesh sonte, ka qenë I pamundur, atëherë falënderimin e tij do ta lexoj unë. Të nderuar pjesëmarrës, me rastin e 10 vjetorit të vendosjes së shtatore së Nën Terezës Gon të Vojaxhiu në Pfaffenhofen, shoqata e intelektualëve shqiptar Trojet e Arbërit ju përcjell urimet më të përzemërta. Shën Tereza, laureate e çmimit Nobel për paqe, mbetet një nga figurat më të ndritura të kombit shqiptar e simboli humanizmit mbar kombëtar.
vepra dhe mesazhi i saj i dashurisë për njeriu vazhdojnë të frymëzojnë brezat e tërë. Ju përgëzojmë për ruajtjen dhe promovimin e vlerave tona kombëtare dhe urojmë sukseset më të ardhshme në veprimtarinë që nderojnë historinë, kulturën, figurat më të shuara shqiptare. Me respekt, shoqata intelektualëve shqiptar, Trojet e Arbrit, Doktor Mdue Oroshi, kryetari i saj. Faleminderit. Shoqata kulturore gjermane Sali Çekaj ndau çmime të larta me motivacione të ndryshme. Brezat përtrihen në vend të osës e kemi gentin dhe një dhuratë shumë të vogël, po dhurata nuk matet as me metër as me kil, po matet me vlerën e saj, një portret të skalitur të nënës Terez, unë do t'ja dhuroj gentit. Me një kusht të vetëm që ta vazhdoj të ndjek punën e teatrit dhe të gjithë anëtarëve të tjerë të shoqatës advetare, humanitare dhe kulturore, Sali Çekaj në Pappenhofen. Pas ndarjes së çmimeve, në përmbyllje të programit, atmosfera u gjallërua nga grupi i vallëtarëve të vegjël të shoqatës Sali Çekaj. Përshëndetje, këtu është grupi i shoqatës Sali Çekaj, janë këta fëmija, gjenerata apo shtata 8 që janë në Pfaffenhofen, vinë gradualisht nga mosha 18 vjeçare për shkak profesionit largohen, kurse vinë gjenerata tjera. Kemi raste këtu ku nenat e tyne kanë qenë vallëtare dhe tash janë pasasit e këtyne. Bashkë me Rafetin e udhëheqim që sa vite grupin e vallëtarëve, edhe të recitatorëve, edhe skeqeve ndryshme. Unë jam Rina Kushaj, edhe jam e Suarekës, edhe jam të vallëzu që një 7 vjetë, edhe po. Unë jam Kleruna Ismaili, jam nga Ferizoj, edhe vallëzoj që 3 vjetë, do me thosë jam gatë në valle. Unë jam Leona Shala, unë jam nga PS, edhe unë vallëzoj që 2 vjetë për mduket, a 1 vjetë, edhe unë s'jam gatë. Unë jam Leona Thoqi, e Vushtris. Unë jam të vallëzu që 2 vjetë. Unë jam Maja Huqa, e VP e Vushtris, e për mduket që 1 vjetë e gjysa, 1 vjetë vallëzoj.
Unë jam Tuana Shala edhe jam Suarikës edhe jam pi... Po. Unë jam Ilta Kushaj edhe jam pi Suarikës edhe vallëtoj që 5 vjet. Qështë ki emri? Dua Hoxha. Dua Hoxha? Sa vjet i ki? 9. 9 vjet. Që sa vjet vallëzon këtu? 1 vjet, 2 vjet. 2 vjet. 2 vjet. Prej Kosovë, prej kohit je? 5. Lëzhani tje. Hä? Lëzhani. Du sagst einfach dein Name, unë jam Asi, unë kam 9 vjet edhe jam ku vallëzu Gjan Gojani, antari i shoqatës Sali Çekaj në Gjermani, u shpreh se kjo ishte një ditë e madhe dhe e veçantë për komunitetin tonë. Një moment që bashkoi shqiptarët në Gjermani rreth vlerave të përbashkëta, kulturës dhe identitetit tonë. Unë quhem Gjan Gojani, jam antar i shoqatës Sali Çekaj këtu në Pfaffenhofen. Ishte sot një ditë e madhe për komunitetin tonë, për shqiptarët këtu në Gjermani, përkatësisht në Bavari. Ky manifestim do të thotë për 10 vjetorin e ngritjes së shtatorës së Nënës Tereze, ngërthen kështu në vete një shumë dashmërinë e kulturave këtu në qytetin e Pfaffenhofenit. Ne jemi krenar për komunitetin tonë, për shoqatën përgjithësi, edhe për trashëgimin që e kemi nga të parët tonë. Unë jam kështu hitari citateve, dhe kisha marrë një citate Nënës Tereze ku thotë që të duasht do të thotë që bësh vepra të vogla me dashuri të madhe. Andaj edhe shoqata jonë, po dhe shqiptarët në përgjithësi punojnë shumë dhe bën gjëra ndoshta për dikant janë të vogla, për komunitetin, por edhe për shqiptarët në përgjithësi është një vlerë e madhe. Këtu kemi e patëm rastin që të kemi nga komuniteti fetar, ku unë personalisht e shoh se një vlerë të madhe edhe një shembull për gjithë botën, sepse ne, siç ka thënë edhe i madhe Agjesh Fishta, ne vërtet kemi Bajram dhe Pashk, por shqiptarin e kemi bashk. Andaj ky organizim apo ky manifestim ishte urrëfyesi më i mirë për të treguar se ne shqiptarët jemi një, sepse ne kemi gjuhën, kemi traditën, kemi kulturën, kemi zakonet gjitha të përbashkëta. Dhe jemi edhe shembull për edhe komunitetet e tjera që të jenë të tillë. Ju faleminderit edhe juve si medium që keni marrë mundin që të vini këtu dhe të transmetoni këtë ngjarje shumë të rëndësishme për komunitetin tonë. Ju faleminderit dhe shpresoj të takohemi në manifestime dhe evenimentet e tjera. Ju faleminderit. Os Ferizi tha një intervistë për Radio Televizionin e Fontanës, ku foli për rëndësinë e këtij organizimi dhe rolin që luajnë shoqatat në mbajtjen gjallë të kulturës dhe bashkimit mes shqiptarëve në diasporë. Sot, në qytetin e Pfaffenhofenit, shoqata kulturore shqiptare-gjermane Sali Çekaj shënoi një vit jubilar 10 vjetorin e vendosjes së shtatorës së Nobelises Nënës së Madhe shqiptare Shën Tereza. Ky ishte më tepër se një shënim i një jubileu, ishte një moment i një kulture, moment i shënimit të një trashëgimie, të një humanisje shqiptare, cila nderoj jo vetëm kombin shqiptar, po nderoj gjithë botën me humanizmin, me solidaritetin e saj, që tregoj që jo me pushtetin, jo me pasurin, mund të bëhen veprat mëdha, mund të bëhet, do të thotë, një humanizëm që te i kalon, do të thotë, kombe, raca,
edhe shtete. Në këtë qytet u vendos një urë mes kombit shqiptar dhe atij gjerman. Atë urë, atë harmonizim të asaj bashkëjetese u ndërtu fal emrit dhe nënës Tereze, e cila do të thotë do qëndroj këtu jo vetëm vite, po dekada, si një simbol i unitetit, si një simbol i tolerancës dhe bashkëjetesës mes kombeve dhe qytetërimeve. Falenderoj Radio Televizionin Fontana, drejtorin Zeqir Mehmetaj, i cili nuk është hera e parë që është pjesë e prezantimit të aktiviteteve tona kulturore, humanitare dhe kombëtare. Falenderit. Programi u mbyll duke bashkuar dy kombe me dashuri, thjesht si një aktivitet, por si një mungesë e gjallë se dashuria, besimi dhe humanizmi nuk njohin kufi. Në frymën e Nën Terezes, dy kombe u bashkuan, jo vetëm në një vend, por në një ndjenjë të përbashkët, atë të mirësisë që mbetet dhe kur fjalët mbarojnë.